Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok-u, do ndalemi ditën e sotme sërish tek zhvillimet në vendin tonë dhe më pas do të kalojmë tek gjeopolitika. Fillimisht do të flasim për dokumentin Besa. 39 faqet që kryeministri Edi Rama u ka dorëzuar socialistëve si një tërfyes për ato që i shuan kthesa e mandatit të katërt. Dhe pikërisht mbi këtë temë ditën e sotme kam të ftuar ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Frymëzim Dauti. Ju përshëndes kënaqësi. Ju faleminderit për ftesën. Përshëndesim ndjekësit. Zoti Dauti, Besa është një dokument që premton një qeverisje më të besueshme sipas atyre që është zbardhur tashmë në media, më të dëgjueshme dhe më të matshme, por që nga ana tjetër sigurisht ngrej një sër pikpyetjesh. A është një reformë e vërtetë të mënyrës së qeverisjes apo nga ana tjetër një përpjekje për të rikthyer besimin e humbur te qytetarët? Ju si e shihni këtë dokument? Unë shqyqej si një përpjekje pa shpresë e kryeministrit, për shkak se nuk ka zgjidhje për problemet e Shqipërisë, nuk ka zgjidhje për kërkesat e protestuesve, dhe është i detyruar të dalë me ndonjë propozim. Tani atë tekstin çka e ka shpallë të paktën para ministrave dhe deputetëve të Partisë Socialiste, nuk e di a është për publikun, unë për veten nuk e kam lexuar. Unë jam i sigurt që as kryeministri Edi Rama nuk e ka lexuar atë dokument. Atë dokumente me shkrim sot bëhen shumë lehtë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Pra i jep disa pika kompjuterit dhe ta shkruan një tekst. Tani çka ka inventuar kryeministri aty, vetëm emrin. E ka futur emrin Besa, për shkak se është më e kapshme për mentalitetin shqiptar, prandaj edhe partia e tij apo koalicioni i tij quhet, apo politikat e tij quhet rilindja. Këtë e kam marrur nga rilindja për shkak se është më folklorike dhe e kuptueshme për shqiptarët. Dhe njëjta është me fjalën Besa. Pra për ata që nuk e dim, Besa bëhet populare si fjalë në kohën e rilindjes, pikërisht nga drama e Sami Frashërit. Tani drama e Sami Frashërit quhej Besa, Jahut ahte vefa. Ahte vefa do me thënë fjala e dhënë. Pra në kuptimi fjalës Besa është fjala e dhënë. Pra si mund t'i besojmë ne këtij personi i cili është 30 vite në pushtet, prej 98 ka hyrë në pushtet, dhe nuk tregon shenja se në mënyrë vullnetare do të lëshoj pushtetin. Pra si duket ka vendosur derisa të ketë gjallë të jetë në krye të Shqipërisë dhe ka pasur sukses në varfërimin e shqiptarëve dhe si duket kyçen ka edhe misioni i kryeministrit të Shqipërisë, po pse jo ai e kërcënon edhe ekzistimin e shtetit të Shqipërisë, për shkak se e ka zbrazur Shqipërinë. Dhe jo që e ka zbrazur Shqipërinë, për shkak se nëse zbrazet Shqipëria, ne besojmë që ekonomia mund të zhvillohet dhe ata shqiptarë që kanë emigruar mund të kthehen. Por ai varfëron edhe ato njerëz që kanë mbetur aty dhe i detyron që të shpërngulen. Pse shpërngulen ata? Për shkak se nuk ka demokraci në Shqipëri, për shkak se nuk ka progres ekonomik, për shkak se një familje nuk mund të bëjë një jetë normale në Shqipëri. Nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi, të blejnë banesë. Ata pensionerë që ka janë gjithë ata rrogat apo pensionet të vogla që ka i marrin nuk mund t'i blejnë as ilaçet dhe si pasojë vdesin edhe për shkak të sëmundjeve të ndryshme. Dhe ja që e kishim edhe një shembull që kanë filluar edhe pacientët t'i largojnë prej spitalit kur nuk kanë para. Kishim një rast në Durrës dhe kuptohet që kjo duhet të jetë alarmante. Dhe këtë duhet ta shfrytëzojnë ata që protestojnë, protestuesit, që të kërkojnë që përgjegjësi të ketë ai që pacientin e kanë nxjerrë në rrugë dhe ja ka rrezikuar jetën që të vdes. Dhe vazhdon që me arrogancë të madhe kjo qeveri të qeverisë dhe nuk e ka ndërmend që të largohet prej atij. Tani ai si duket mori pak guxim, për shkak se edhe entuziazmi i protestës është zbehur. Ne kuptohet që në fillim kishte entuziazëm të madh dhe arriti
ndoshta edhe mbi 100.000 protestues, po ja që shiqem që protesta në ditët e fundit është zbehur, shpresojmë që në muajt e ardhshëm përsëri të ringjallet, po nuk mund të ringjallet me ata persona të cilët e kanë kapur protestën. Unë i kam kritikuar që në fillim, për shkak se si duket ata e kanë kapur protestën, e kanë lënë protestën pa ideologji. Nëse i ndjekni, për shkak se protesta është gjallë, pra në kuptimin që drejt për drejt mund të shiqohet, dhe mund të shiqoni njerëzit aty që i kërcënojnë ata që ka marrin mikrofonin dhe i shprehin mendimet e tyre se ku është problemi i Shqipërisë dhe si duhet të zgjidhen problemet e Shqipërisë. Atëherës ata vandalin zërin ose u ndërpresin fjalën dhe harrojnë që kamera ka nga të gjithë anët dhe njerëzit e shiqen dhe kuptohet që intelektualët nuk afrohen atij, për shkak se një intelektual nuk mund të lejojë që një ignorant t'i tregojë atij se çka guxon të flet, çka nuk guxon të flet. Dhe kjo është dështim i madh. Pra unë ju kisha propozuar, nëse ka njerëz më me arsye aty, që t'ua marrin mikrofonin prej dorëve disa njerëzve të parsimuar, dhe që të cilët kuptohet që janë të kapur dhe të shitur, dhe e lanë protestën pa ideologji. Ideologjia e kësaj proteste duhet të jetë që Shqipëria po boshatisët, Shqipëria mbetet pa shqiptar dhe Shqipëria planifikohet që të kolonizohet. Të gjithë ideët tjera, për fjala ne duhet të integrohemi në Unionin Evropian, të afrohemi me politikën amerikane, ata janë edhe më të këqij se këta çka janë në pushtet sot. Përderisa një person apo një grup personash nuk lejon që ta shprehish mendimin kur nuk ka pushtet, paramendohet çka do të bënin ata sikur edhe të kishin pushtet. Pra unë si flasim me mendimet e mia, mu do të më kishin futur edhe në burg. Për shkak nëse nuk më lejon ai që ta shpreh mendimin duke qenë askushi, paramendohet çfarë sjellje do të kishte nëse e kishte prokurorinë në dorë, policinë në dorë. Pra është një rrezik të atyre që e kanë kapur protestën dhe si duket janë duke shuajtur protestën. Po ashtu kishte një iniciativë fjala të formohen disa kuvende, po e pam që edhe në ato kuvende u bë një kaos i madh. Dhe pse lindi kaosi, për aq sa e pash, për shkak se një vajzë e cila doli aty të flas dhe kritikonte protestën apo ata që ishin të mbledhur, dhe u qua një grua, ja mori mikrofonin, mandej u qua një tjetër, ja mori mikrofonin. Pra si duket nuk kanë kulturë që të lejojnë njerëzit të shprehin mendimin e lirë, dhe kjo si pasojë ka sjellur që entuziazmi i protestës të shuhet dhe kuptohet që kjo e gëzon Edi Ramën dhe klasën e tij sunduese. Tani përsa i përket atij manifestimit që Rama e ka dhënë, ne duhet ta përkujtojmë Ramën se ai 4 herë është zgjedhur kryeministër dhe për të zgjedhur kryeministër ka zgjedhje parlamentare dhe kur del një parti politike në zgjedhje parlamentare me në krye kryetarin e Partisë Socialiste, i cili është Edi Rama, ai propozon program parazgjedhor. Pra ai u premton premtuesve se çka do të bëjnë nëse vjen në pushtet, prandaj edhe kërkon votën e votuesve shqiptar. Dhe ai e ka dhënë atë program, po jo vetëm atë, mbasi është zgjedhur apo mbasi ka fituar shumicën në parlament, ai po ashtu kur e ka propozuar qeverinë dhe ministrat, ai po ashtu ka dorëzuar deputetëve programin qeveritar, si do të qeverisë. Pra është e detyruar edhe me ligj që të jap një plan program. Dhe është e kotë ky manifestim i besës, për shkak se ai 4 herë gjatë zgjedhjeve e ka thyer premtimin me plan programin parazgjedhor, po ashtu e ka thyer premtimin edhe me plan programin qeverisës. Dhe është qesharake t'i besohet fjalës kryeministrit, i cili e ka zhytur Shqipërinë në borxhe
dhe t'i përkujtojmë ata që kanë ndjekin, që gjatë kësaj proteste, përderisa bëhet, ai ka futur Shqipërinë edhe 1 miliard euro apo dollar në borxh gjatë muajit të fundit, pra njëherë mori 600 milion euro për t'i paguajtur pensionet, ndoshta ndihma sociale dhe rrogat, për shkak se e ka falimentuar Shqipërinë, dhe ishte marrja e fundit, dikon 300 e sa milion dollar, fjala se për të bletur armatime, dhe thot që neve na duhen armatime për shkak se kemi mbetur pa armatime, po kush është arsyeja që Shqipëria nuk ka armatime? Ai është në pushtet 14 vite dhe si duket nuk pas ka para që të blej as plumba, as pushka, dhe e ka lënë Shqipërinë në një situatë shumë të vështirë, po kjo është e bërë me qëllim. Pse e bën ai me qëllim që Shqipëria nuk ka ushtri? Nëse e marrim në krahasim me Serbinë, Serbia ka ushtri të sofistikuar, jo vetëm që ka ushtri, po edhe i prodhon armatimet e veta dhe blen si nga Kina, po edhe nga shtetet e tjera, dhe këtë e bën për shkak se është në interes të shtetit të Serbisë që të ketë një ushtri të fuqishme nëse sulmohet apo nëse ata vendosin që të sulmojnë. Qoftë luftë me Kroacinë, qoftë luftë në Bosnjë, qoftë luftë në Kosovë. Mirë po, Edi Rama ka vendosur mos ketë ushtri, për shkak se ati nuk i rrezikohet grushti ushtarak nga ushtria shqiptare, dhe ai e konsideron veten si mbret, për shkak se nuk ka një rrezik nga ushtria. Pra, nëse kryeministri apo presidenti i Serbisë Vučić, kur bën politik, ai ndonjëherë mendon mos e teproj shumë për shkak se kam ushtri të fuqishme, dhe nëse kënaqësia rritet në popull, mund të më bëne grusht ushtarak ushtria. Mirë po këtë hall nuk e ka kryeministri i Shqipërisë, prandaj edhe ka vendosur që Shqipëria mos të ketë ushtri, që të mund të sundoj shumë lehtë, po ashtu rrezik për pushtetin mund të jetë edhe pushteti gjyqësor, pra nëpërmjet gjykatës kushtetuese mund të merret ingerencat kryeministrit apo të shkarkohet presidenti i shtetit, të paktën në kushtetutën e Maqedonisë, gjykata kushtetuese mund ta shkarkojë edhe presidentin e shtetit. Besoj që një të ngjashme mund të jetë edhe në Shqipëri. Pra e la shtetin e Shqipërisë për një kohë të gjatë pa gjykatë kushtetuese, ashtu çka të mund t'i kalonte të gjithë ligjet në parlament, edhe pse mund të ishin në shkelje me kushtetutën e Shqipërisë, dhe që të ketë siguri që nuk mund të ketë organ apo pushtet në Shqipëri që mund të shkarkoj kryeministrin edhe kur e thënë ligjin kushtetutën. Pra si duket ai ka vendosur që të bëhet autokrati i Shqipërisë, dhe si pasojë e ka zbrazur Shqipërinë, dhe si pasojë kuptohet që tani Shqipëria rrezikohet të kolonializohet. Dhe unë e them këtë për shkak se kjo protestë nuk ka ideologji, dhe në fillim ideologjia ishte që Shqipëria rrezikohet që të kolonializohet nga shqiputët. Dhe ai ishte motivacioni më i madh që njerëzit u mblodhen aty, po jo vetëm prej Shqipërisë, po edhe prej Maqedonie, edhe prej Kosove, për shkak se ne jo vetëm që e shiqojmë Shqipërinë si shtetin tonë, për shkak se jemi një popull, po edhe investitorët më të mëdhej në Shqipëri janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës. Nëse shiqojmë bruto prodhimin e Shqipërisë, 50% e saj vjen nga ndërtimet dhe nga turizmi. Dhe blerësit më të mëdhej të banesave apo shtëpiave janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës, apo të diasporës tonë të Maqedonisë të Kosovës, për shkak se shumë shqiptarë të Maqedonisë jetojnë në Zvicër apo në Gjermani dhe në shtetet tjera, dhe kanë mundësi financiare që të blejnë dhe të investojnë në patundshmëri në Shqipëri, dhe po ashtu shfrytëzuesit më të mëdhej të plazheve të Shqipërisë, të hotelierisë së Shqipërisë janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë. Mirë po edhe këtë hall të zhvillimit e kërcënon,
për shkak se neve na shqyqon si rrezik, për shkak se ne nuk mund të lejojmë që Shqipërinë ta marrin çifutët dhe kuptohet që reagojmë, flasim dhe përpiqemi që t'i motivojmë njerëzit të dalin në protestë. Tani ne bëjmë video me vite dhe parafërsisht e dim sa është shqyqyeshmëria e videove tona. Mirë po për rastin e fundit për rrezikun e çifutëve, videot e tona kanë arritur mbi 200.000 klikime. Komente me qindra komente dhe si duket janë duke kuptuar njerëzit dhe mund të shiqem në komentet se përpiqen njerëzit që ta shpëtojnë Shqipërinë nga kolonializimi i çifutëve. Dhe kjo ishte edhe brenga e kryeministrit të Shqipërisë, i cili gjatë prezantimit të manifestimit të besës, ai shprehu sipas tij që në Shqipëri që ka rritur antisemitizmi dhe më gëzon ky fakt që ne kemi efekt që të zgjojmë njerëzit nga rreziki i çifutrimit të Shqipërisë. Dhe si duket edhe çifutët e kanë marrur mesazhin dhe nëse ka pasur ndonjë sukses kjo protest, është që çifutët e kanë kuptuar realitetin e Shqipërisë, që shqiptarët nuk i dëshirojnë që apo nuk do të lejojnë të paktën që çifutët ta marrin Shqipërinë për shkak se jo të gjithë janë si kryeministri Edi Rama. Shqiptarët do të rezistojnë, tokat bujqësore të Shqipërisë, pyjet e Shqipërisë, malet e Shqipërisë, bregdeti i Shqipërisë nuk është në shitje dhe kjo është motoja kryesore. Dhe nuk jemi ne shqiptarët si palestinezët një pjesë të cilët reagojnë me gur. Ata nëse vinë këtu do të gjejnë hallin. Dhe besoj që e kanë kuptuar këtë dhe le të kërkojnë shtetet të tjera ku mund të shpërngulen, le të shkojnë ndoshta në Argjentinë apo një pjesë të Kipros e kanë marrë dhe në Greqi, po në Shqipëri nuk ka pse vinë. Shqipëria është e shqiptarëve. Në Shqipëri janë të ndarë kush është musliman, kush është i krishter. Kjo toka ka qenë gjithmonë kështu dhe ne duhet përpiqemi që mos lejojmë inxhiniering të shoqërisë së Shqipërisë. Pra si duket kryeministri Edi Rama bën plane që në Shqipëri të sjellë njerëz prej Filipine dhe bën kontrata bilaterale me disa shtete, qëllimi i të cilët është që edhe ta ndrojë fytyrën apo pasqyrën e Shqipërisë, se Shqipëria është një shtet me shumicë muslimane, pra ai do të përpiqet që të sjellë të feve të tjera, për shkak se edhe kryeministri po edhe kjo qeveri janë islamofob dhe kanë kompleks atë se pse Shqipëria është një me popullat muslimane. Pra ne muslimanët duhet të reagojmë, dhe të kemi kujdes ata që ka vinë, mos e ndrojnë për shkak se mos e ndrojnë pasqyrën e feve të Shqipërisë, për shkak se Shqipëria është një popull i vogël. Ne nuk jemi popull me 40 milion, 50 milion, po nuk do të ishte problem nëse 1 milion popull të tjerë vinë në tokën tonë. Pra nëse vinë 1 milion punëtor krahu me fe të tjera dhe sipas ligjeve të Shqipërisë pas 5 vite ata bëhen shtetas të Shqipërisë, atëherë rrezikohet edhe balanca fetare në Shqipëri. Nëse i marrim shtetet, për shembull Emiratet, Kataret, të cilat kanë shumë emigrantë në shtetet e tyre, ata nuk ju japin shtetësi të gjithë atyre që ka vinë prej Pakistani apo prej Bangladeshi apo prej Filipineve. Mirë po me ligjet aktuale pozitive të Shqipërisë, të gjithë ata që ka do të vinë, mbas 5 vite bëhen shteta shqiptar. Dhe ndryshon jo vetëm gjuha dhe etniteti i Shqipërisë, ndron edhe feja dhe që do të sillte edhe komplikime të tjera. Prandaj ju bëj edhe thirrje edhe komunitetit musliman në Shqipëri që të jetë më aktiv, që edhe ata që janë të lidhur me sionizmin ndërkombëtar, të largohen nga kthetrat e Edi Ramës, që të përkujdesen për komunitetin e tyre fetar. Dhe nëse shiqojmë që kryeministri Edi Rama ndoshta edhe me sukses ka patur mundësi që t'i zgjedh edhe kush do të jetë në krye të komunitetit islam, ka sjellur gylenist, ka sjellur vahabist, po edhe bektashit i kanë dajtur prej muslimanëve,
dhe edhe gjylenistët edhe vahabistët edhe bektashit si duket kanë hyrë në projektin e cionizmit dhe ju përkulen cionistëve dhe në vend që të kryen detyrën e tyre fetare ndaj besimtarëve musliman, ata janë zhndëruar në agent të Mossadit dhe i ndihmojnë kryeministrit të Shqipërisë ta boshatis Shqipërinë që ta çrënjos përpiqje që ta çrënjos islamin në bashkëpunim me disa hoxhallar të komunitetit musliman, të cilët e pritën edhe kryetarin e Izraelit gjatë gjenocidit në Gaza. Pra, shumë ata protestues duhet të kenë ideologji kur dalin të protestojnë, dhe ideologjia e tyre duhet të jetë që Shqipëria tjetë e shqiptarëve, Shqipëria nuk shitet, Shqipëria është e muslimanëve, Shqipëria është e krishterëve, e gjithë atyre banorëve që jetojnë me shekuj aty, dhe mos lejojnë që kjo politike e kryeministrit, i cili është duke e shitur Shqipërinë, dhe nëpërmjet kontratave sekrete nuk e dim se çka është duke bërë. Pra mund ta shiqem që në parlamentin e Shqipërisë kaloi një kontratë sekrete dhe u votua, popullata nuk ka dini se çka bëhet fjalë. Pra ata thuajnë që kemi marrë një hua borxh dhe lavdrohen kur marrin borxhe. Pra mund ta paramendoni një qeveri që brenda një muaj ka marrur 1 miliard euro borxh dhe dalin dhe lavdrohen që kemi marrur borxh. Po a ka më turp për një qeveri se sa të lavdrohet se ka marrur borxh. Ata duhet të japin dorëheqje se nuk kanë para që të blejnë armë dhe jo të lavdrohen se kanë marrur borxh. Qartë. Mirë, zotauti, e mbyllim zhvillimin aktual në Shqipëri dhe kalojmë tek gjeopolitika, ku thuhet se Irani po blen tashmë qindra sisteme të reja të mbrojtjes ajrore nga Kina. Çfarë po ndodh realisht, zotauti, dhe a ka vërtet një marrëveshje mes Iranit edhe Kinës? Po ka, mund dëgjoj edhe unë kam lexuar që kanë marrur prej Kinës disa sisteme kundërajrore. Tani, pse ka dashur Irani që t'i marrë, për shkak se u dëshmuan ata se ishin shumë efektive në luftën Indi dhe Pakistan, nëse na kujtohet para ndoshta një viti kishte përplasje nëpërmjet aviacionit të Indis dhe Pakistanit, dhe Pakistani arriti që t'i rrëzoj disa aeroplan ushtarak Rafale, të cilët i prodhon Franca, dhe ata i rrëzojnë nëpërmjet raketave të Kinës. Pra u dëshmuan ata shumë efektive, besoj dikun 8 aeroplan ushtarak të Indis i rrëzuan. Dhe kjo i arriti prestizhin raketave kundërajrore të Kinës. Tani a janë ato raketa nëse i ka blejt Irani të njëjtat, këtë nuk mund ta di. Dhe nuk mund ta dim po ashtu se sa efektive do të jenë në një rast sulmi nëpërmjet raketave apo sulmit të aeroplanëve izraelit dhe amerikan që pritet të ndodhë në këtë ditë. Besoj mbrëm sa lexova kishte pasur sulme të reja. Po ne duhet kemi parasysh që aeroplanët ushtarak amerikan kur sulmojnë Iranin, ato nuk hyjnë në territor të Iranit. Ata sulmojnë nga një vija kufitare ta quajmë, nëpërmjet raketave që shkojnë 300-400 kilometra dhe godasin në brendësi të Iranit. Pra ata frigohen që të hyjnë, dhe arsyeja pse frigohen është për shkak se Irani ka sistem mbrojtës kundërajror të sofistikuar, dhe dim që disa aeroplan ushtarak janë rrëzuar të Amerikës, dhe sidomos dronët, të cilët dronët hynë në brendësi të territorit të Iranit, besoj dikun ke 30 dron apo ndoshta edhe më shumë janë rrëzuar pikërisht nga ato raketa. Tani ajo në ato raketa kineze që i përdorën Irani, ne nuk jemi të sigurt për shkak se janë edhe shekësi ushtarake, po unë besoj që Irani ka raketat e veta të sofistikuar, nuk ka nevojë që të blej prej Kine. Nëse ka marrur, është mirë që t'i provoj edhe ato sa efektive. Çfarë ndryshon në terren, zoti Dauti, nëse Irani pajiset me këto raketa?
Po tani Irani është shtet shumë i përgatitur dhe edhe nëse nuk ka hyrë në këtë luftë me shpresën se Kina do t'i ndihmoj. Nuk ka hyrë në këtë luftë me shpresën se Rusia do t'i ndihmoj. Irani ka inxhinierët e vet, Irani e ka prodhimin e vet, Irani ka potencial ushtarak shumë më të madh se SBA-ja. Në fillim, para se të filloj kjo luftë, unë kam thënë që Irani është shumë më i fuqishëm se SBA-ja dhe kuptohet ata çka nuk e ndjekin gjeopolitikën, nuk i studiojnë këta çështje dhe janë të manipuluar nga propaganda perëndimore. Ata më quanin si kur flas jo seriozisht, mirë po tani e kuptojnë edhe ata më skeptikët që fjalët e mia dolën të vërteta. Pra Amerika nuk ka potencial që ta luftojë Iranin. Dhe sikur shiqem nga lajmet e fundit, tani Irani më nuk është në mbrojtje, Irani është në sulm. Edhe pse Amerika apo presidenti Trump tha që do t'i ndërpresim luftimet për shkak se e panë se nuk kanë potencial kundër Iranit. Edhe Irani tha jo, do ta vazhdojmë këtë luftë deri në fund, derisa të tërhiqen gjithë bazat ushtarake nga lindja e mesme. Dhe janë shkatruar me 10 aeroplan ushtarak, me 10 dron të ushtrisë amerikane. Izraeli tani nuk guxon që të hyjë përsëri në luftë për shkak se kishte dëme të mëdha gjatë asaj lufte 40 ditore. Po si duket Trumpi do t'ja fuz zorin edhe Izraelit që të hyjë në këtë luftë. Unë e shpresoj që të hyjë edhe Izraeli në këtë luftë, që të vazhdoj të dëmtohet, për shkak se me dëmtimin e Izraelit, drejt për drejt, ndikon edhe në stabilitetin e Shqipërisë. Për shkak se nëse disiplinohet Izraeli, atëherë sigurohet edhe ardhmja e Shqipërisë, për shkak se kam thënë që qeveria e Shqipërisë është ndërruar në qeveri quisling e Izraelit. Dhe përderisa është Izraeli fuqishëm, ne shqiptarët në Shqipëri kërcënohemi që të largohemi prej Shqipërisë dhe vendin t'u lëmë çifutëve. Pra ka disa më quajnë konspiracionistë dhe nuk mund ta kuptojnë se si është e mundur çifutët të vinë në Shqipëri, po ju vetëm duhet të ndjekni gjeopolitikën dhe përderisa Amerika dhe Izraeli nuk kanë shpresë që ta mundin Iranin, që ta ndrojnë regjimin e Iranit, ata tani flasin për mundësinë e përdorimit të bombave atomike, për shkak se e provuan në këta më shumë se 100 ditë, se nuk kanë asnjë efekt bombardimet e tyre kundër Iranit, dhe tani flasin për bombën atomike. Pra nëse Izraeli, që disa mendojnë se mund ta ketë bombën atomike, për të cilën unë e dyshoj për shkak se nuk ka fakte që Izraeli ka bombë atomike, të paktën nuk ka bërë asnjë testim. Mund të jetë kjo vetëm pjesë e propagandës izraelitëve për të friguar shtetet fqinje. Dhe nëse Izraeli e përdor bombën atomike, atëherë kuptohet që Irani do të kundërpërgjigjet. Nëse jo me njëherë me bombë atomike, ata kanë bomba kimike apo kemikalje që mund të zhdukin të gjithat popullat në Izrael. Dhe për këtë janë të vetëdijshëm izraelitët se ju duhet një vend alternativ. Dhe prandaj kërcënohet Shqipëria për shkak se kryeministri i Shqipërisë shkon në Izrael dhe i fton, thot, hajdeni në Shqipëri, për shkak se nëse masim me metër katror, 28.000 kilometra katror ka Izraeli dhe 28.000 metra katror ka Shqipëria. Dhe Shqipëria është boshatisur, pra ka 1.5 milion banor dhe ka ujë nga të gjithë anët. Përderisa Izraeli edhe ujë nuk ka, po ka edhe dikund 15 milion banor, dhe ata thuajnë kur 1.5 milion me 15 milion, përderisa në Izrael mund të jetojnë 15 milion, kuptohet që Shqipëria ka vend për të gjithë çifutët që të jetojnë aty, dhe këtu është rreziku që ata mund të paktën për të hikur këtij kërcënimin nga një mundësi që të goditet Izraeli me bombë atomike, që të gjenë shtëpi të lira, vende të lira që u jep kryeministri për €1 metrën katror dhe të zhvendosen aty. Dhe
kjo është rreziku për Shqipërinë dhe kuptohet tek unë përmendër, po do ta përsërisi shpesh që të ngulitet shqiptarëve në kokë që kryeministri i Shqipërisë ka bërë një aleancë me Greqinë, me Kiprin, me Serbinë dhe Republikën Srpska, përmundësisht që në një luftë të ardhmet kundër Turqisë që të jetë në koalicion me atë, për shkak se Serbia tenton që ta sulmoj si Bosnjën, muslimane, po ashtu edhe Kosovën. Dhe për këtë do t'i duhet përkrahja e Izraelit, që Izraeli me lobimin e tyre në Washington të kenë edhe mbështetjen e Washingtonit, nëse jo mbështetjen, të paktën mos ndërhyjnë në punët e Ballkanit dhe janë alarmante afrimi i politikës së Trump me politikën e Serbisë, kemi marrëveshje të reja dhe të gjithë kjo afrimi i Serbisë apo administratës Trump me administratën e Vučić bëhet me ndërmjetësimin e Izraelit. Për shkak se është Serbia e cila e furnizon Izraelin me armatime për ta kryer gjenocidin. Është Shqipëria ajo e cila përpiqet që ta nxjerrë nga izolimi Izraelin. Pra ne e dim që gjatë protestave që bëheshin në Shqipëri, Shqipëria e kishte ftuar klubin futbollistik të Izraelit që të luajnë në Tiranë, për shkak se asnjë shtet normal nuk i fton izraelitët që të bëjnë loje futbollistike miqësore, përderisa ata janë duke kryer gjenocid. Asnjë shtet normal nuk e pret presidentin e Izraelit gjatë kohës që bëjnë gjenocid. Dhe pra mund ta shiqojmë që edhe Greqia, edhe Serbia, edhe Shqipëria kanë bërë një koalicion sekret, prandaj edhe ky ligj që kaloi në parlamentin e Shqipërisë ishte sekret që populli mos kuptoi se çka bëhet fjalë. Tani unë nga ta di, pa më e lexuar atë ligj, se bëhet fjalë për një huamarrje nga SBA-ja. Mund të jetë një huamarrje nga Izraeli. Mund të jetë një marrëveshje që të blehen armatime nga Izraeli. Mund të jetë që mjetet që mbrojtëse për aeroplanët ushtarak të Izraelit që planifikohet të parkohen në Kuçov në një rast lufte me Iranin apo me Turqinë, mund të jetë për interes të tyre. Pra si duket e kanë kapur kryeministrin e Shqipërisë, i cili tregon shenjat çmendurie mbas 30 vite pushtet dhe e shiqon Shqipërinë si pronë private. Ju mund ta shiqoni edhe çfarë atmosfere ishte në mbledhjen e Partisë Socialiste ku ministrat dhe deputetët ishin të pranishëm. Pra nuk guxon kërkush të flasë. Nuk guxon kërkush të flasë për shkak se është ai i cili i emëron ata ministër, është ai i cili i emëron ata deputet dhe mund t'i shkarkojë. Ju e shiqoni se çfarë papërgjegjësie ka. Pra drejtoreshe një postës Durrësit ka vjedhur miliona para të pensionistëve të varfër të Shqipërisë dhe nuk ka asnjë përgjegjësi. Asnjë ministër i cili e ka emëruar atë nuk jep dorëheqje. Asnjë ministër në këta 2 muaj proteste nuk ka dhënë dorëheqje. Pra mund të shiqojmë që jetojnë në një iluzion, kjo qeveri, dhe shqiptarët kanë mbetur me hall për shkak se e kanë sjellur ta quajmë në një njeri i cili s'ka asnjë afinitet me shqiptarëve. Tani unë nuk kam folur, po ta shfrytëzoj rastin që neve na kujtohet që në kufirin e Shqipërisë i kthyen deputetët shqiptarë të Maqedonisë gjatë hyrjes së tyre në Shqipëri, dhe të cilët u prezantuan me pasaporta diplomatike dhe i mbajtën 1 orë në kufi. Pra cilën e mbajtën aty në kufi, koordinatorin e grupit parlamentar të shqiptarëve në Parlamentin e Maqedonisë. Ajo i bie njëjtë sikur ky Taulan Balla, i cili është kryetari i grupit parlamentar, gjatë tentimit të tij në Kosovë, të ndalohet nga policia kufitare e Kosovës, të maltretohet në atë nxehtësi të mbetet për 1 orë të pres. Pra e njëjta ndodh me atë. E kemi rastin kur një grua e Kosovës ju ndalua u shpall non grata për 15 vite që mos të hyjë në Shqipëri. Pra edhe njeri edhe vepra penale kur kryen, mbas 5 vite shtihet ajo vepra penale nga regjistrat penal
Pra këta e kanë bërë 15 vite. Pra nëse ajo ka bërë në një incident, ta marrim hipotetikisht, ajo duhet mos lejoj për në 15 ditët e ardhshëm, apo hajde 6 muajt e ardhshëm, po pse 15 vite? Kjo tregon se këta nuk kanë asnjë lidhje me shqiptarët, dhe sa më shpejt që të ndryshoj, kjo qeverisi dhe ky sistem do të ishte më mirë. Mirë, po problemi ku është? Problemi është se nuk ka opozit në Shqipëri. Pra mund të shqyqojmë se si kalojnë ligjet në parlamentin shqiptar. Pra kemi një opozit të shitur, të kapur nga pushteti. Pra kjo quhet opozit e kontrolluar. Opozita në parlament ka mundësi që t'i blokoj ligjet të kalojnë. Si mund t'i blokoj? Nëpërmjet fjalimeve të gjata, ka mundësi që të jap amandamente për ndryshimet të ligjit në fjalë, apo projekt ligjit që propozohet aty. Mirë, po ato çka ndodhin, çka bëjnë, ata kanë zgjedhur një taktik, fjala se ne nuk marrim pjesë, apo neve nuk na pyeti dikush, po pas shpine ata bashkëpunojnë. Është e qartë se opozita e Shqipërisë është e kapur, dhe kjo ka sjellur që në Shqipëri të ketë një pushtet autoritar. Mirë, po edhe kjo i ka pasojat e mëdha, për shkak se kryeministri Edi Rama i ka marrur edhe gjithë komunat, i ka marrur, kuptohet, shumicën mbi 83-4 deputeti, ka shumicë absolute, dhe gjithë drejtorit është gjatë kohë në pushtet. Policinë e ka në krah të ty, dhe shumë kur ka njeri shumë pushtet, atëherë se humb realitetin me popullatën, dhe humbja e realitetit do të sjellë që një ditë njerëzit do të ngrihen, dhe si duket janë ngritur, mirë, po ju mungon ideologjia. Besoj që të largohen ata që kanë kapur protestën, për shkak se ata janë të shitur dhe bëjnë vetëm propagandën e fjala Bashkimit Evropian, e fjala të NATO-s, t'i hekin flamurët Amerikan prej aty, t'i hekin flamurët e Bashkimit Evropian, ta mbajnë flamurin shqiptar, dhe përfaqësuesit të jenë njerëz dinjitos, njerëz me blera, njerëz që e respektojnë fenë e tyre, për shkak se Shqipëria është me shumicë muslimane dhe nuk mund një qeveri islamofobe, apo ata që pretendojnë aty përpiqen që t'i largojnë muslimanët, të cilët dolën me parulla që Shqipëria nuk i shitet Izraelit, dhe të çifutët të largohen prej Shqipërie, dhe Edi Rama është të çifut, dhe duhet t'i largojmë cionistët nga qeveria e Shqipërisë, dhe vetëm me këtë ideologji mund të kthejmë një qeveri kombëtare dhe një të ardhme për Shqipërinë, me shqiptarë si të Shqipërisë, po ashtu edhe të Maqedonisë dhe Kosovës, dhe ta zhvillojmë turizmin në Shqipëri dhe t'i largojmë të gjithë narkokartelët nga Shqipëria, për shkak se e ka shndërruar kjo qeveri Shqipëri në një narkoshtet, pra dhe nëpërmjet kasinove, pra parat e taksapaguesve, sikur ishte rasti i drejtoreshës së Posës, i ka harxhuar të gjithë parat në kasino, dhe kasinot i kanë çifutët. Pra besoj që brenda të reflektojnë ata që ka dalin në protest, dhe të kërkojnë që Shqipërinë të marrin njerëz me vlera të vërteta, dhe mos mashtrohen nga vizionet e Ramës se do të hyjmë në Unionin Evropian, për shkak se të gjitha ata janë gënjeshtra, janë mashtrime, ashtu sikur gënjenin se nëse hyjmë në NATO, Shqipëria do të përparone shumë, standardi jetësor do të rritet, e njëjta vlen edhe për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian do të shpartallohet së shpejti, janë në një krizë të madhe ekonomike. Fillimi i luftës në Rusi-Ukrainë e ka shkatruar ekonominë e Gjermanisë. Ata e mirnin gazin metër kubik në 12 euro, tani e marrin në 60 euro, pra 5 fish më shtrenjtë, dhe si pasojë e mungesës së energjisë apo rritjes së kostos për prodhim, është shkatruar industria e Gjermanisë dhe do të